Përshëndetje, mirëmbrëma të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dita e sotme ka qenë një ditë përfundimtare e një rrugtimit shumë të bukur që në fakt ka kaluar Egli Tako në televizionin Top Channel dhe konkretisht në rubrikën e saj me emisionin Yesterday. Një emision që mori përqafim nga gjithë publiku shqiptar, një emision që u prit me shumë duar trokitje, një emision që dhuroi shumë dashuri dhe shumë energji të bukur pozitive. Me fjalët më të ndjera, me emocionet më të bukura, Egli Tako ka falendëruar të gjithë shqiptarët, të cilët i kanë qëndruar besnik gjatë gjithë këtij rrugtimi në jetën e saj. Ajo në grupin e hapur në Instagram, një grup i ndjekur nga 20.000 ndjekës, ka përzgjedhur që të falenderon dhe të shkruan disa fjalë për këtë rrugtim që në fakt kaloi. Yesterday sot përfundon, thot Egli. E unë dua që të gjithë suksesin e këtij sezoni të t'jua dedikoj juve. Çdo gjë që gëzoj është një pasqyrim i dashurisë e mbështetjes tuaj të çdo dite dhe çdo nate. T'ju them që ju dua e t'ju them faleminderit, thot, është shumë pak. Por derisa të ekzistojë një fjalë më e madhe se këto, dua të dini se jeni shumë të shtrenjtë në jetën time. E juaja përgjithmonë, Egli Tako. Në fakt këto janë fjalë që Egli ka përzgjedhur që të falenderon të gjithë shqiptarët me këtë rrugtim të bukur që në fakt ka kaluar në emisionin Yesterday, një pasqyrë që edhe ne patëm fatin ta njohim edhe ta shohim, një rrugtim që ne zbuluam një talent tjetër nga ana e Eglit. Por pyetja më e madhe nga publiku është pikërisht kjo: ku do të startoj Egli Tako, ku do ta shohim Eglin? Jam i bindur që Egli njëherë do të vi me këngën e saj, një këngë që mirëpritet me shumë dashuri nga publiku shqiptar, do të vi me projektin e saj të ri. Dhe më pas, me patjetër që do të kalon në një emision shumë interesant dhe shumë të dashur për publikun në televizionin Top Channel. Por pyetja ime që do të adresohesh drejt juve është kjo: se si e keni parë ju Eglin dhe rrugtimin e saj në emisionin Yesterday?